pak më herët Zeni që i ka thënë telefonet që ju kanë përgjigj, që më po ta tregoj në muajin dhjetor, ju kam shkruar këtë institucione, Inspektoriat e Tregut, Agjencionit të Autoritetit të Konkurrencës, ju kam shkruar për ndryshimet e çmimeve që bëjshin kjo bizneset i rrajshin qytetarët. Se ke njështër po më do këtë fjallë e butë. I rrajshin qytetarët edhe mashtreshin qytetarët. Asë një prej institucioneve nuk më ka përgjigjë. Keni punë edhe jo me komunikata, shkresa, e-maila, komunikime, që është raporti me këto institucione, edhe si përfaqësues biznesi? A disi është raporti. Kur takohesh me ta bëjnë rraf gjatë ditën, kur del për aty të ndronë këtë situata. Ja vish një detaj të fundit, të takimet e fundit që kemi pas. E kemi diskutuar dhe bashkë që sa kohë jemi të blokum shkaku i ligjit të pronës publike. E kemi pas diskutim para pak, i ka afërsisht 10 ditë. Edhe kanë qenë zyrtar të lartë të institucioneve të Kosovës, edhe premtimi i tyre që kena marrë me urgjencë që ky ligj duhet më rregullu për shkak se ka bllokuar edhe bizneset që cilat kanë fituar me ankonte ndërkombëtare, kompani të mëdha për me ndërtue themi tash ferma të prodhimit të energjisë solare në Kosovë ose energjisë pejerës, dyjat, edhe çka ndodh? 2 ditë mrapa, qeveria e publikon programin legjislativ. Ligji nuk po bëhet me urgjencë, ligji është shtym shtator më kry. Domthonjë këtu po flasim na për çfarë, me sa seriozitet po i marrin këta emergjenca që po ndodhin këto. E para, e dyta, shumicën e... Kur është shtator shtyhet edhe për... Tash situatën që jemi arrest, tash jemi të rrugë drejt zgjedhjeve, spari nuk e di mas apo shkojmë spari apo s'po shkojmë, edhe kur po shkojmë prap, sa mundet mos zgjat kjo krizë, domon apo shkojmë verës, derisa të bëhet institucionet, apo na shta prap se bëjnë presidenten, prap mund me shku sërish në zgjedhje të dyta, domon jemi në një situatë goxha të pafavorshme tu funksionu këtë vend, për shkak gjithsej papërgjegjësie që po ndodh. Sot i ki pjesë ndërmuese të ministrat të cilët as se kanë fare gatishmërinë as me ataku. Fare në heshtje. Gjithë ditën shkojnë takuan, për shembull dalin ministrat shkojnë na për tu taku me diasporën, aty nuk takuash me temi me organizatorë që qeveritar. Fare. Për ashtu po tham drejt tash, për ashtu Mimoza Kusare, e cila na ka pranuar në takim, asnjë tjetër deri sot nuk ka pas gatishmëri për të taku. A gjithë ditën dalin na për takime me njerëz që totalisht janë të parëndësishëm këtë farë pune, kundrejt situatës që e kemi. Po ju ka taku, po ja veç formale juridike sa e ka një strategji tjetër. Sigurisht, më mirë. Se po mirë, atë apet. Edhe me diasporë është shumë produktive nëse këta i kishin taku diasporën, që jo pak prej tyne janë njerëz afarista shumë suksesshëm na për Evropë, gjithë na për botë. Ta me ta së taku. E pom që 6 vjetë so personi ka ardhë me investu këtu. Jo, po s'takuan heq me ta. Po jo, po edhe nëse takuan, na për shumë rezultatët. Na mushmo me fjallë e me